Përshëndetje të gjithëve, ju uroj një fundjavë të lumtur. Kam hedhur 3 letra. Në këto 3 letra, mbi të kemi përsëri 3 letra dhe të shikojmë çfarë do na sjellin letrat të ditët që vinë, por dhe fundjavën. Këtë fundjavë shikojmë që jemi shumë të mërzitur, shikoj që kemi 10 shkopinj, duhet të dalim nga ajo zona e errësirës, shikoj që keni një peshë shumë të madhe në veten tuaj, keni disa probleme aktualisht dhe me familjen tuaj brenda në shtëpi. Kemi dhe 4 kupat, janë shenjat e ujit, shikoj që duhet të meditoni sa më shumë. Ju ndjeni të ngecur në një situatë që ka të bëjë me të shkuarën, është pak e vështirë, por duhet të përqendroheni dhe të bëni gjërat që t'ju duken sikur ju mbushin anën shpirtërore. Por keni parasysh mundësitë që jeni të prirur për t'i kaluar. Ka mundësi dhe është një mundësi e re për ju që po vjen. Shikoj që duhet të largoni këtë zhgënjimi që keni patur në të kaluarën, këtë mërzitjen dhe të rivlerësoni veten tuaj në të ardhmen. Shikoj që ju po punoni shumë për disa gjërat këto ditë. Shenjat e zjarrit janë shumë të forta në energji. Shikoj që po punojnë dhe kërkojnë që të arrijnë atë që duan dhe të e kenë atë që duan, sepse po punojnë fort për këtë gjë. Shikojmë që kemi dhe shenjat e ajrit shumë të mërzitura. Kemi 10 shpatat. Ju keni duruar shumë, diçka e dhimbshme është që ju ka dhënë këtë dhimbje, është diçka që keni marrë shumë plag na e kaluara, e shkuara juaj ka shumë plag, por duhet kohë për të shëruar veten tuaj. Nuk jeni gati akoma për të bërë një lidhje të re apo diçka të re. Duhet të ndryshoni të kaluarën, duhet të ndryshoni të hiqni shpatat nga vetja tuaj, sepse ka ardhur fundi disa gjërave dhe ti je duke u rritur këtë moment. Por të shikoj që gjërat e së kaluarës janë pas teje. Okej, nuk janë para teje, janë pas teje. Të shikoj që tani ka ardhur momenti i fundit, sepse ka ardhur shpata e fundit më te koka jote dhe duhet të fillosh ti heqësh një nga një këto dhe të ecësh përpara, por sepse në fakt drita është përpara, nuk është pas. Dhe ti duhet të gjesh të ecësh përpara. Ti thuash vetes tënde fund të dhimbjes, ti thuash vetes tënde fund të gjërave që të kanë bërë të tjerë, tu thuash stop disa personave, diçka ke humbur në të kaluarën, sepse shikoj që kjo gjë është më shumë në pjesën e dashurisë, në pjesën e anës shpirtërore. Shikoj që kemi asin e shkopinjve. Gjithsesi këtu shikoj që ka pasur lulëzim, ose ti ke menduar që ky mashkull do të jep tek këtë lulëzimin këtu, ose këto gjërat pozitive do të jep tek këtë zbukurimin, këtë dashurinë, ose mund të kemi edhe një energji tjetër të pastër që po na vjen. Por me të shikoj këtu, ai person që të ka falur një moment këto, pak më parë, të ka dhënë largimin, po largohet nga ty dhe shikoj që ky person kërkon një destinacion të ri për veten e vet dhe sikur të ka thyer pak nga ana shpirtërore. Shikoj që gjërat në jetën tënde nuk janë ashtu siç keni menduar që do me këtë person që kam dashur të eci përpara, të bëj diçka të re, por shikoj që ju po përfliteni nga njerëz të tjerë dhe ju mendoni që ika nga ky person, shpëtova nga ky person, por në të vërtetë keni gabuar, sepse ju po kapeni me të shkuarën. A ja vlen ta mendosh atë person, a ja vlen të mendosh atë gjë, por shikojmë që kemi 7 shpatat këtu këtë moment dhe tregojnë që 7 shpatat janë drejt për drejt me një person që do të t'ja përparësi në të ardhmen, por je ti ajo që duhet t'ja përparësi vetes tënde. Duke gjetur rrugën më të shkurtër, duke gjetur rrugën për të kapërcyer gjithë këto gjëra, duke marrë përgjegjësitë efikase të tuat, duke thënë vetes tënde që deri këtu janë këto persona ose kjo dhimbje dhe duke kaluar nga një mënyrë në një hap tjetër, ose duke kaluar nga një situatë në situatën tjetër. Duhet ta mbyllësh këtë. Unë shikoj që për disa ka tradhti, mashtrim, vjedhje, njerëz të pandeshëm, por ti je duke u larguar nga ata persona, nga
por duke përgatitur strategjinë tënde aktualisht. Dhe duke ndjekur rrugën tënde. Bëj kujdes, dikush po të mashtron këto ditë. Fundjavë të bukur.